Horoskopi ditor, 8 maj. Një lëvizje e papritur mund të hapë një derë që nuk e kishe parë. Ka ditë kur gjithçka duket e zakonshme, derisa një lëvizje e vogël ndryshon krejt drejtimin e ngjarjeve. 8 maj vjen me energji që nuk paralajmërojnë, por veprojnë papritur. Një mesazh, një takim, një reagim ose një vendim i marrë në sekondat e duhura mund të hapë një derë që deri dje dukej e mbyllur. Disa shenja do arrijnë ta kuptojnë menjëherë këtë mundësi, ndërsa të tjerat mund ta humbasin duke hezituar. Kjo nuk është një ditë për të qëndruar pasiv. Ajo që ndodh tani mund të ketë ndikim shumë më të madh në vazhdim nga sa duket në fillim. Dashi. Një zhvillim që nuk e kishe marrë parasysh mund të vendosë përballë një mundësie që kërkon reagim të menjëhershëm dhe vendosmëri nga ana jote. Një moment i vetëm mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që dukej e mbyllur. Në punë, një lëvizje e papritur mund të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh në kohë drejtimin e saj. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një ndjenjë që nuk ishte shprehur më parë. Mos e lër momentin të kalojë pa vepruar. Është një ditë për të qenë i shpejtë në mendim dhe i qartë në veprime. Nëse arrin të reagosh pa hezitim, mund të hapësh një derë që do të ndikojë në mënyrë të fortë në vazhdimsinë tënde. Demi. Një situatë që dukej e qëndrueshme mund të marrë një drejtim tjetër papritur dhe kjo mund të të detyrojë të dalësh nga rutina që të jepte siguri. Një moment i vetëm mund të tregojë se një mundësi që e kishe injoruar ka më shumë rëndësi nga sa mendon. Në punë, një ndryshim i vogël mund të ketë ndikim më të madh nëse reagimi yt është i ngadalë. Në marrëdhënie, një sjellje ndryshe nga zakonisht mund të bëjë të reflektosh për diçka që nuk e kishe parë qartë. Mos u kap fort pas asaj që është e njohur. Është një ditë për të parë përtej zakonit dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të kuptosh momentin e duhur, mund të përfitosh nga një zhvillim që të çon drejt më shumë stabiliteti. Binjakët. Një informacion i papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që deri tani të dukej plotësisht e qartë dhe kjo mund të të japë një avantazh të menjëhershëm. Një moment i vetëm mund të të tregojë se ka diçka më të madhe që po ndodh në sfond. Në punë, një ide që lind spontanisht mund të të ndihmojë të marrësh një drejtim më të mirë nëse e përdor në kohë. Në marrëdhënie, një bisedë mund të zbulojë një të vërtetë që nuk është thënë hapur. Mos e shpërfill atë që dëgjon. Është një ditë për të qenë i vëmendshëm dhe për të reaguar me zgjuarsi. Nëse arrin të lidhësh informacionin në momentin e duhur, mund të kuptosh diçka që të tjerët nuk do ta vërenin fare. Gaforia. Një ndjesje e fortë mund të të tregojë se diçka po afrohet edhe pse nuk ka ende shenja të qarta dhe kjo mund të të vendosë përballë një reagimi emocional. Një moment i vetëm mund të bëjë të kuptosh se një situatë nuk mund të vazhdojë më si më parë. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë më shumë intuit se sa logjik për të kuptuar drejtimin e duhur. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i vogël mund të zbulojë një të vërtetë që nuk ishte thënë kurrë hapur. Mos e injoro atë që ndjen. Është një ditë për të dëgjuar instinktin dhe për të reaguar pa frikë. Nëse arrin të kuptosh sinjalet që vijnë nga brenda, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh të ardhmen. Luani. Një reagim që nuk e kishe marrë seriozisht mund të bëjë të kuptosh se një situatë ka filluar të ndryshojë më shpejt nga sa mendon dhe kjo mund të kërkojë një vendim të menjëhershëm. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush po pret një lëvizje nga ana jote. Në punë, një zhvillim që dukej i vogël mund të hapë një mundësi që kërkon guxim dhe vetbesim. Në marrëdhënie, një fjalë e thënë në mënyrë spontane mund të zbulojë më shumë nga sa ishte menduar. Mos e humb kontrollin duke reaguar emocionalisht. Është një ditë për të qenë i kthjellët dhe për të kuptuar se kur duhet të veprosh dhe kur duhet të heshtësh. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të marrësh një avantazh që nuk do të zgjasë për shumë kohë. Virgjëresha. Një situatë që dukej e zakonshme mund të fillojë të japë sinjale që nuk përputhen me atë që të është thënë dhe kjo mund të bëjë të dyshosh për diçka që ke besuar. Një moment i vetëm mund të tregojë se ka më shumë të vërtetë në heshtje se sa në fjalë.
Në punë, një detaj i vogël mund të zbulojë një gabim që askush tjetër nuk e ka vënë re. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në sjellje mund të tregojë një largim emocional. Mos u mbështet vetëm tek logjika. Është një ditë për të lexuar energjinë e situatës dhe për të reaguar me kujdes. Nëse arrin të kuptosh atë që fshihet pas sjelljeve, mund të shmangësh një shkënim të fortë më vonë. Peshorja. Një situatë që e kishe mbajtur nën kontroll mund të lëkundet nga një reagim që nuk e prisje dhe kjo mund të vendosë përballë një vendimi që nuk mund të shtyhet më. Një moment i vetëm mund të të tregojë se dikush nuk po mendon më njësoj si më parë. Në punë, një zgjedhje e bërë me nxitim mund të ndikojë në mënyrën si të tjerë të perceptojnë. Në marrëdhënie, një heshtje e pazakontë mund të ketë më shumë kuptim se çdo debat. Mos u përpiq të ruash një ekuilibër që po fyhet nga brenda. Është një ditë për të qenë i sinqert me veten dhe për të reaguar me qartësi. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të shmangësh një përplasje më të madhe. Akrepi. Një ndjesi që e ke pasur prej kohësh mund të bëhet papritur më e fortë dhe të tregojë se diçka po ndodh pas shpinës tënde pa e kuptuar plotësisht ende. Një moment i vetëm mund të zbulojë një të vërtetë që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë ose një person. Në punë, një lëvizje e fshehtë mund të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh para të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të tregojë emocione që janë mbajtur të fshehta për një kohë të gjatë. Mos vepro me impuls. Është një ditë për të vëzhguar dhe për të kuptuar gjithçka para se të reagosh. Nëse arrin të ruash kontrollin, mund të dalësh më i fortë nga kjo situatë. Shigjetari. Një situatë që duke i pa rëndësi mund të marrë një kthes të papritur dhe të vendosë përballë një zgjedhjeje që ndryshon mënyrën si e sheh vazhdimin e gjërave. Një moment i vetëm mund të tregojë se një mundësi që e kishe lënë pas nuk është shtukur plotësisht. Në punë, një zhvillim i shpejtë mund të hapë një drejtim që nuk ishte në planet e tua. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një ndjenjë që ka qenë e fshehur. Mos u mbështet vetëm tek ajo që kishe menduar deri tani. Është një ditë për të reaguar shpejt dhe për të mos humbur momentin e duhur. Nëse arrin të përshtatesh me ritmin e ri të ngjarjeve, mund të hysh në një fazë që sjell më shumë lëvizje dhe mundësi. Britsjapi. Një zhvillim i heshtur mund të fillojë të ndikojë më shumë nga sa duket dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se një situatë nuk është më aq e qëndrueshme sa mendoje. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha për të ndryshuar një strategji që nuk po funksionon më. Në punë, një zgjedhje e nxituar mund të krijojë pasoja që do të ishte e vështirë t'i korrigjoje më vonë. Në marrëdhënie, një reagim i ftohtë mund të tregojë një largim emocional që ka nisur prej kohësh. Mos u kap fort pas kontrollit të tepërt. Është një ditë për të parë realitetin me qartësi dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të ruash balancën emocionale, mund të shmangësh një përplasje që do të komplikonte gjithçka. Ujori. Një ide që të vjen papritur mund të bëjë të kuptosh se një situatë ka shumë më tepër mundësi nga sa kishe menduar dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën si vepron. Një moment reflektimi mund të tregojë se përgjigjja që kërkoje nuk ishte larg, por thjesht nuk e kishe parë nga këndi i duhur. Në punë, një zgjidhje jo e zakonshme mund të japë një avantazh që të tjerët nuk arrin ta kuptojnë menjëherë. Në marrëdhënie, një bisedë e papritur mund të zbulojë një anë të dikujt që nuk e kishe njohur më parë. Mos e kufizo mendimin me rregulla të vjetra. Është një ditë për të eksperimentuar dhe për të reaguar ndryshe. Nëse beson tek intuita jote, mund të hapësh një drejtim krejt të ri. Peshqit. Një ndjesi që nuk arrin ta shpjegosh plotësisht mund të bëhet më e fortë gjatë ditës dhe të tregojë se diçka po ndryshon në mënyrë të fshehtë rreth teje. Një moment i vetëm mund të bëjë të kuptosh se një situatë emocionale nuk mund të vazhdojë më njësoj si më parë. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë që të ndjekësh instinktin edhe nëse logjika nuk të jep ende përgjigje të qarta. Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë e heshtur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen.
Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të pranosh atë që po kupton, mund të ndryshosh krejt mënyrën si e sheh vazhdimin. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën dera nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.